Angazhata umanitare për Receti Dega në Gjakovë është duke vazhduar me aktivitetet e saj për të dalë në ndihmë familjet me nevojë. Pas shpërndarjes së dhjetra pakove ushqimore higjienike, nga sot kjo shoqat ka nisë shpërndarjen e lëndëve djegëse për familjet e kësaj kategorie sociale. Sipas udhëheqësit të kësaj shoqate, Abdurrahman Bejtullahu, kjo po bëhet e mundshme fal kontributit të bamirësve të shumtë në komunën tonë dhe atyre jashtë vendit. Deri më tash është siguruar një sasi e lëndëve djegëse për të ndihmuar një pjesë të familjeve, por sipas Bejtullahu qëllimi është që në këtë kohë libri me lëndë djegëse të ndihmohen 100 familje nevojtare. Për këtë arsye ai ka apeluar tek qytetarët që kanë mundësi të ndihmojnë në mënyrë që të mund t'ju dalin në ndihmë këtyre familjeve.